Një aksident i rënd u regjistrua para ditën e kësaj të martë në aksin nacional Maqellar Peshkopi. Një automjet tip Golf u përplas me një automjet tip furgon. Nga përplasja, mjeti vetur është dëmtuar rënd. Në të ndodheshin dy persona, babë e birë. Është dashur ndërhyrja e shërbimeve zjarr fikse të Dibrës për nxjerrjen e dy të plagosurve nga automjeti Golf, ndërsa drejtuesi i furgonit pësoi lëndime të lehta. Të plagosur rënd mbeten babë e birë 70 e 36 vjeç. Ato u transportuan me autoambulancë drejt Spitalit Rajonal Dibër, ku morën ndihmën e parë. Por për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore, shtetasit Ylli Melani 70 vjeç dhe Alban Melani 36 vjeç u dërguan me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. Mësohet se pas disa orësh trajtim spitalor të dy e kanë kaluar gjendjen e rrezikut për jetën. Policia dhe grupe hetimor mbërriten në vendin e ngjarjes për të zbardhur shkaqet e vërteta të aksidentit. Aktualisht dyshohet se shkaki i këtij aksidenti të rëndë jetë bërë lagështia në rrugë, ndërsa rruga në këtë zonë njihet si problematike për shkak të numrit të lartë të aksidenteve që janë shkaktuar aty që nga ndërtimi i saj.